Kam ikur ta marr në shtëpi, ka thënë ku të shkoj ta marr. Okej. Edhe ndërkohë që unë sorolatesha derisa Brikena të ditë dhe të më thoshte ku të shkoja të takoja, në atë moment më pren rrugën një makinë. Edhe më afroi dikush tek xhami dhe më thot çfarë e ke ti Brikenën. Në atë moment unë jam shtang normalisht se nuk e kuptoja kush ishte dhe çfarë donte dhe nga e dinte. Qartë. Dhe në ato momente duke bashkëbisedu nga një çfarë do ti këtu, pse je ti këtu, çfarë ke Brikenën, unë i them e kam shoqe. Edhe më pyet, a e di baba i saj që ti frekuentosh me Brikenën, dhe unë i them, nuk ka pse ta di njëri në momentin që unë nuk kam diçka më shumë me Brikenën dhe kam marrë thjesht ta takoj. Në atë moment i kërkoj ndjes që po i përmend fillimisht, prandaj asnjëherë nuk kam dashur ta them si histori. Telefonon babait në Brikenën, cili ma kalon mua në telefon dhe unë i them,